Në ndërkohë, ka qenë koha e Covidit, doktor Adriati, kur e mësuam rëndësinë e vitaminave shumë. S'është që s'ja kemi ditë, po aty jemi fokusu. Sidomos vitaminën D, vitaminën C, i marrim pak ma korrekt. A mund tjetë mungesa e vitaminës C, ose mbidozimi vitaminës C, një prej shkaktarëve të problematikave të ndryshme hematologjike, në këtë rast edhe hematomave? Po, realisht organizmat, tash në këtë jetë dinamike që e bajmë, ka njëherë të mos pas mundësi me ushqy me rregull, me ushqy shëndetshëm. Dhe më thonë, ngarkum, stresum, jetë e shpejt dhe mos me pas mundësi me marrë rrezë dielli mjaftueshëm. Gjitha këto janë faktorë që na kanë vendosur prej Covidit dhe përpara, por prej Covidit dhe tutje dhe ma e theksume, ka qenë që një mungesa e vitaminash. Mungesa e vitaminash, dhe më thënë, vije si pasoj e këtë problematika. Mundet më arë si pasoj e mos marrës vitaminat mjaftueshme për mes ushqimit në këtë rast, për mes rrezëve diellit, si që është vitamina D, ose tjetër, po mundet më arë dhe për shkak keq ushqyrjes, mundet më arë për shkak probleme specifike shëndetësore, që qojnë në varësisht sëmundje dhe malinje, që qojnë në ramje të imunitetit. Në këtë rast që specifikisht për vitaminën C dhe për vitaminën D dhe për vitamina tjera, dhe më thonë me ramje të sistemit imunitar, mund me dalë dhe për me pas dhe me qenë ma ndishëm organizmi dhe kushtimisht me pas dhe ndryshime në për lëkur, sigurisht që duhet me u kompenzua ato. Këtë rast, jo vetëm vitaminat, po dhe hekur edhe elementet tjera të nevojshme për zhvillim normal të organizmit dhe për funksionim normal të organizmit, sigurisht që duhet me u kompenzu. Tashti, në herë ka nështë edhe kushte normale mbi dozim, nështë keq përdorim, ose pacientat ka njëherë mbi dozohen, ose marrë vetë, dhe nëse deviz në shtetet evropiane dhe në Amerikë, në vendet ndryshme ku kam qenë, shambull, vitaminat shiten në markete, që praktikisht normal që rekomandimet në për ato vitamina janë që me marrë dozat minimale, sigurisht që i lajnë pak mangu ekspertat që, por shiten në markete nuk duhet recete mjeku për me marrë vitamina, por menoj që vitamina ka nevojë organizmi me marrë, por edhe ato duhet me marrë me mas. Bidozimi duhet këtë gjatë me marrë dhe për me bidozu, por mirë është me përcjell, do me thonë me përcjell të mjeku specifik, varësisht për çka i merr. Sidomos vitamina C e lidha sepse ka të bëjë... Mungesa vitaminës C, vitamina C është një farë promotori i sistemit imunitar, një farë ndesë i sistemit imunitar. Do me thonë dhe vitamina C është e nevojshme për organizëm, për shkak se është një farë lloj kushtimisht për njerëzit që na përcjellin, po do me qenë sa më konkret dhe sa më i kapshëm për ta, është një farë ndesi, një farë motori i sistemit imunitar që tani lufton edhe malet qoftë gripat që i themi ne, qoftë gjendjet virale, qoftë po mënoj s'ka të bëjë kjo dhe me thonë me... Jo, naj problematik shto, bidozim është me bidozur sepse kam dëgjuar, ndoshta mund të jetë edhe met. Tashti po keq përdoret realisht, për shkak se po keq përdoret se po merren pa, thash, unë jam për me marrë nështë edhe pa rekomandim të mjekut, por në doza minimale që shenë të shkrume. Jo, me u keq përdoret, po du me qenë me t'inglu keq, por jo profesionista që s'janë profesionista që merren nështë me estetike që s'janë mjek edhe që të ebë një boost vitamin C që është... me vitamin C, me hekur, që s'është e fushës tëne edhe që realisht mujnë me shkaktu dame.